ne si farmacist, kur nuk dim diçka, hapim sajtet tona për të lexuar, mund të hapim një libra, po nuk e diun gjë tjetër ku marrim informacion, dhe për këtë gjë gjykojmë shpeshherë si farmacist. A mendon se është gjë e gabuar që farmacisti ta lexoj para se ta japi, apo thjesht ta shesë atë produkt? Farmacisti që lexon nuk mund të quhet i paditur ose i pasigurt, por në fakt unë do ta gjykoja ndryshe, i përgjegjshëm. Sepse në rolin ton është shumë e rëndësishme saktësia sesa memoria. Saktësia dhe vetëm saktësia. Unë e kam ndjerë këtë paragjykim, edhe ishin ato fillimet që e kam ndjerë akoma dhe më shumë, dhe pse e kisha të sigurt dhe e dija shumë mirë mënyrën e përgatitjes edhe dozën e shurupit në fjalë për fëmijë. Por thjesht, duke qenë se disa grup mosha i kemi, disa pacientë i kemi jo në fokus më shumë se të tjerët, po kështu si me dritë kuqe, dhe isha aty duke e rikontrolluar edhe një herë që t'isha shumë e bindur, edhe pacienti prindi fëmijës u largua shumë i bezdisur dhe i mërzitur. Po lexon, nuk e di. Edhe kam ndjerë.